Udhëtimet nëpër fshatrat e Kosovës na kthejnë gjithmonë të rënjët, te bujaria dhe zemërgjërsia. Ndalesa jonë e radhës është në Smrekonicë të Vushtrisë, një fshat i qetë, ku natyra, puna dhe njerëzit lidhen si një histori e vetme. Në këtë vend, çdo rrugicë të fton të ndalesh, çdo obor të kujton mikpritjen, e çdo fytyrë të jep ndjesinë se këtu njeriu ende njihet me zemër. Një dukuri e pamohueshme nëpër fshatrat e Kosovës është edhe boshatisja atyre. Megjithatë, banorët që mbeten në këto fshatra janë mjaft bujare mikpritës. E mikpritjen e tyre do mund ta ndiqni edhe në intervistat në vazhdim, si dhe shumë rrëfime dhe histori rreth fshatit, se si ka qenë dikur e si vazhdon të jetë. Të moshuarit janë ata që vazhdojnë të mbesin fort të lidhur, jo vetëm me kujtimet e dikurshme, por edhe me tokën e të parëve. Zoti Bahtir, ndalesën e parë në këtë fshat po e bëjmë tek ju. Edhe dua dëgjoj kështu nga dora e parë, mbasi ju keni qenë banori i këtij fshati që nga fëmijëria, apo jo? Po. Si ka qenë fshati atëherë? Ky fshat është pej 3 vllaznive 3 mahalla. Mahalla Azmoni, Mustafa edhe Veseli, 3 vllazë janë në këtë fshat. Qysh kanë thonë pleqt përpara, unë këtë fshat e moj men 45 shtëpi. Mjaft më i vogël. Më i vogël, 45 shtëpi s'ka pas ma shumë kjo shtëpi, kjo fshat. Kjo fshat o kanë që kur njët nga të resa s'ken pas me zveti, s'kena pas nevoj me thirë as të njëni tjetëri fare heq, jena kanë qelë kështu si me kanë një shtëpi. U rritë të në 54 të në njëm kanë 14 vjeqar, kur jena da me migjen, baba dhe migja, jenë kanë pasonik të mëdhej, kanë pas 24 hektar tokë punuan, kanë punu atëherë me kuale, me kije, me kuale, kanë fshi me lomë. Pas ka qenë një jetesë goxha e mirë në atë kohë? Për dikana. Kush e ka pas pasoninë e fort, po, sikur baba jem që ka pas pasoninë e fort, o kanë pasonik, ka pas tokë shumë. Ky fshat nuk ka pas nga të resa kur. Po duket se është një fshat i qetë kështu, po edhe mikpritës. Shumë janë bile dhe tash ju marrë lakmiri njësë sa të mirë janë mes veti. Kur s'ka nga të resa, kur s'ka probleme, kur nuk bojnë probleme. Edhe mas lufte që kanë ndodhë, në për fshat atira kanë bo, hajni e pleqkiti. Këtu s'kanë ndodhë kur. Qenë ka me të vërtet diçka për tu krenuar, për që në banori këti fshati ka që qetë, ka që të mirë. Këtu mas pakti për 50 ma shumë janë shpit pa banume që janë gurbet. Do me thonë një boshatisje mjaft e madhe fshatit. Për katë 60%. Keni familjar ju që janë larguar? E kam djalin, djali ka 3 djemë, tash janë bo dhe nipat edhe stër nipat. I kanë 3 vajzat, një kanë në Zvicër, një në Gjermani, një në Saudi, mesën e kanë në Gjermani ashtu. Kështu që ma shumë kem antarë jashtë se që jem këtu. Ju qenë këtë gjyshe e stërgjysh? Stërgjysh, 15 herë stërgjysh. Wow. 15 herë stërgjysh.
Mund veç ta imagjinojmë se çfarë kënaqësie është, sidomos kur të vinë nipat edhe të vizitojnë. Këtu bëhet sikur me pas një farë dashme kur të bëhen krejt, atë shumë bëhem sa mërmenja, sa mesat e sa nipat, e veç 15 nipe, estër nipa i kam, mos flasëm për nipe për mesa e këtu, veç familjes teme. Veç familjes teme. Jo të Vllaznillakut këto, se me marrë me Vllaznillakut, shkon shumë largë. Ju vizitojnë shpesh? Po. Qitash jem sigurisht 33-4 shtëpi, veç familja jonë të 54 në ka qenë një shtëpi, vetëm një shtëpi. Mjaft familje e madhe, familja Haxhia. Familja Haxhiu 34-5 shtëpi, mas fakti. Po në kohët e hershme, si e rikujtoni fëmirin tuaj, pas këtë pasur një fëmiri, si që po thoni nga babai juaj, mjaft të privilegjuar, ka qenë kënaqësi të jetoni në atë kohë? Unë si fëmi, në 46-7, kom qenë nxënës i klasës të parë, shkollë poshtë, këda pas një fletor edhe një lapës, jo ma shumë, s'ka pas tabele, s'ka pas banka ose ullëse, kena marrë shkomat për shpije, farmerej me u konë, kështu që mësusën e pare kom pas Rukia Zërzën, e vështres, ka dhonë në klasë parë mësim, numërin një dhe germe, na ajo ma ka mësue, për herë parë. Kena pas shumë gjo, mu duft me shku edhe me gjo, po duft, shkoj shumë edhe në shkollë. Kështu që ka tonë ka përparua shumë, ka inxhiniera, ka mjek, ka profesor, ka si e dini maja, keni një nashtë venin Latif Berishës, i qiti fshati u konë, shkrimtari Latif Berisha. Pas ka nxjerrë mjaft njerëz me emër ky fshat. Shumë arsimtar, profesor të matematikës, doktor të matematikës kemi. Këtë fshat. Ju keni lindur në këtë fshat, tani jeni 86 vjeçar, siç më thatë më parë. Tu kom lind, tu kom livad pëm, dardha, molla, kumlla, ara, ftoj, krit, kjo kon e papunume. Besoj keni nostalgji për atë kohë aq të bukur. Po 86 vjeçar edhe ende po jetoni këtu në këtë fshat. Do e mendonit veten mbase të largohesh ndonjëherë? Ajo. Keni pasur mbase mendime ndonjëherë ose konsiderohet që të largoheni? Kur edhe sot asaj dite veç kur shkojnë qatë kodrën që ati duken vorët tona që atje kur të largohena. Zot. Tu kom lind të do të vdesë. Një gjë e bukur që e thoni, keni mbase ndonjë mesazh për banorët e fshatrave të tjerë, se po ndodh si fenomen që shumica largohen. Normalisht janë edhe mbase të detyruar nga ekonomia apo shkojnë për punë të tjera, po çfarë do ju thonit? Ata që dalin për këti fshati, unë isha si çmendur. Që ku kem? 5 minuta në Vështre, 5 minuta në Mitrovicë. Çka i vjen me shku me hinë në banesë në 4 zidë me metë në Byrllën, në Borg, Shtepjak. Kur e kje bashkën, e kje pëmën, e kje venin, del, rrin, bashkohen, bahen, bojnë neja, bojnë drekat bashko. Që ajo, mua për më duket edhe që ajo më ka mojtë, më ka dhonë këtë shnet deri me sëtë. Peqit uhit, deri në elektroni ka 35 km. Një drejtim, 35, një drejtim, 70 km në ditë e kom dhëtua. Pe këtu i të në Vështre se s'ka pas autobus, kom shku e kam dimën në verë, me shku me autobus në punë. Kam pas banesën në Prishtinë, nuk kam desh me jetu në Prishtinë. Qenë këti vendosur edhe pas këtë mjaft dashuri për këtë fshat? E kom pas në Lpian, banesën C12, në katin e tretë, nuk kom desh 65 metra katrore kom pas, nuk kom desh me jetu. Jepni mjaft mesazhe të mira për njerëzit, se shumica... Kom desh me jetu në mes Vllaznillakut, mes familjes, respektin e kam, qaj respekt edhe është të majtë kështu
me thonë një jetë të lumtur. Kjo me të vërtet tregon dashurinë tuaj për fshatin, e në radhë të parë edhe për familjen. Nuk ka dikush pej trive që më kalon me më pa kam që nuk më merë me më pru, po dhe ne pse ka në fund ka tunë shrinë pa marë me më pru në këto. Tradite kanë pas fleqë tonë, ne kanë lanë këto tradit brez mas brezi. As fleqë tonë, as fleqë të pleqëve tonë, tyne s'kanë pas kur pjallë që janë me zveti. 20 vjet që u bo, kretë jenë konë zbashko, ndek, ndrek, të na. Këtu çdo stin, pejsazhi merr një pamje tjetër. Në këto ditë dimri, Smrekonica shndrohet në një panoram që të mbështjell fort, njësoj si mjegulla që kishte veshur fshatin. Fshati Smrekonic ndodhet në komunën e Vushtres, e ka marrë këtë emër për shkak të smrekës, që do të thotë bredhi, sepse kjo zonë më përpara ka qenë e njohur për pyjet malore. Është një zonë ku banorët e këtij fshati mirren shumë me blegtori, bujqësi, gjithashtu edhe me aktivitete të tjera që i përfshin fshati. Smrekonica ka ruajtur edhe anën e saj shpirtërore. Në fshat, feja nuk shihet vetëm si ritual, por si bashkim, respekt dhe përkujdesje për njëri tjetrin. Atëherë, duke qenë si jemi shumë pranë muajit të shenjtë Ramazanit, si është atmosfera në këtë fshat gjatë këtij muaji? Padyshim që është një atmosferë shumë e këndshme, shumë e mirë. Realisht si fshat kemi një traditë në pritjen dhe përgatitjen për muajin e Ramazanit, edhe para se me qenë xhamia këtu. Do me thonë është një historik i mirë e Ramazanit në fshatin tonë, ku vazhdimisht ka pas imam, kanë bërë organizime iftare në për oda, edhe pa ka në xhamia, ku janë falë namazet taravih dhe namazet tjera. Pastaj edhe pasi që është ndërtu xhamia, ka fillu kjo atmosferë, bëjmë organizime, bëjmë iftare, kështu që është një atmosferë shumë e këndshme, shumë e mirë. A njihen banorët e këtij fshati shumë besimtarë edhe që janë shumë të lumtur që edhe jemi pranë këtij muaji? Po ky fshat si përgjithësi si banorët e Kosovës, faktikisht agjërimi ka qenë traditë e njohur domethënë në Kosovë, saqë shumë njerëz që ndoshta edhe disa aspekte nuk i kanë përkushtu fesë ose nuk i kanë bajt disa gjana, si konkretisht mundu me fol edhe për namazin që nështë edhe nuk ju më falë, mirë po që Ramazanin e kanë majtë. Edhe këmë shtat, faktikisht njihet kjo tradita agjerimit, kjo kulturë vazhdon, me thonë që shumica e majnë Ramazanin, agjerojnë, kështu që është atmosferë e mirë gjithsesi. Sa kohë ka që është ndërtu kjo xhami? Kjo xhami është prej 2007-ës. Do me thonë po bëhen gati 20 vjetë. Në hyrje të xhamis aty e pash një QR kod që duhet me skenu edhe mandej jep krejt informacionet për këtë xhami. Na tregon pak më shumë? Kjo për historikun e xhamis, realisht kjo është një projekt që ka bërë Bashkia Islame e Komunës Vushtres. Në hyrje të çdo xhamis e keni këtë mundësi që me pas informata për historikun e çdo xhamie, ashtu edhe për xhamin tonë. Faktikisht aty janë informatat e historikut xhamis, kur është ndërtu, do me thonë te xhamia që në më të vjetra keni edhe historikun e ose imamëve ose renovimeve që janë bërë ashtu më radh. Përndryshe fshati Smrekonic po duket shumë i qetë, a është kështu gjithmonë avisht të dielave? Realisht me qenë se është një fshat jo i vogël, është një fshat i madh, po sikur shumica e fshatrave të Kosovës që kanë shpërngulje të mëdha, realisht me qenë se nuk jemi larg prej dy qyteteve, Vushtres po dhe Mitrovicës. Po megjithatë është një qytet kështu, një fshat i qetë, jem krejt një gjaku, krejt njihemi shumë me zveti, jem do me thonë një trungu familjar, kështu që
përgjithësi është kalojmë shumë bukur, shumë mirë, pa telashe, pa ngatresa në përgjithësi. Mirë po kjo qetësia është një dukuri tash që po na poshtohet, për arsye se lëvizet më shumë me vetura, me nuk pak mungojnë faktikisht takimi me njerëz, realisht është më i rrallë. Fakti që disa prej banorëve, që që thatë më herët, janë shpërngulje, sidomos rinia, po besoj si ju bën juve si banor të ndiheni për këtë fakt? Pa dyshim që kjo na shqetëson gjithëve, realisht një pjesë shumë e madhe tyne nashta me arsye të caktuar, mirë po besoj që ata nuk njihen mirë. Po rrethonat e jetës. Meqense çdo person që largohet e lën zbrastin. Qoftë edhe në fshat, edhe në familje, por realisht edhe në xhamin vendin tonë, nëse është një namazdi, faktikisht lën një vend më gjithsesi. A ka ndonjë traditë që ende vazhdon të mbahet edhe tash e kësaj kohe në këtë fshat? S'po di çka muna me veçua, ajo që ka qenë traditë shumë e njohur në kalumen, thirrja në për iftarit që ka qenë. Te disa familje nështë vazhdojnë, mirë po në një rast shumë më të ngushtë, mirë po na jemi mundu që ta vazhdojmë këtë tradit me iftarit që organizojmë në xhami, për arsye se Ramazani është edhe si qëllim i tij që t'i bashkon njerëzit, t'i afron në sofrën e iftarit, kështu që kjo nështë është që ende mbahet, domethënë deri në mos. Edhe për fund, cili kish me qenë një mesazh që kishit dashur m'ia drejtu gjithë banorëve të fshatit, por edhe banorëve të fshatrave të tjerë, pse jo? Përgjithësi qytetarëve domethënë të Kosovës, besimtarëve musliman, ju urojmë muajin e Ramazanit me lutje dhe shpresë që ta amrrim, ta shfrytëzojmë domethënë dhe të realizojmë edhe synimet që i synon agjerimit dhe Ramazanit, të dalim më të pastërt, me zemër më të qiltërt dhe me punë gjithsesi më të mira, me dashni për njërin e tjetrin, urime gjithëve. Dyert për ekipin ton ishin të hapura, kudo që trokisnim, e zemra hapej me njëherë. E këtu afër meje kam zonjën Zibaj, cila na ka ftuar në shtëpinë e saj për të biseduar pak më shumë për kohën si ka qenë atëherë dhe si është tash. Përshëndetje, a je lodh fillimisht? Allah, jam lodh. Çish po kaloni këtu në fshat? Mirë. Apo mendon që u kon më mirë atëherë apo tash fshati? Jo, Allah, atëherë. Për neve atëherë zi. Për tritar zi. A u mbledh që atëherë më shumë? U mbledh shumë po, Allah. U mbledh shumë, pi shumë qaje. Hangë shumë besë edhe buk, njona të tjetra kunatat, shkoj shumë në një veti, u knaqë shumë. A mund është më na tregu si ka... Qoj shumë mirë, 4-5 kunata i na kona gjorta, 5. Qysh i mba mend ato kohët me kunatat? A bëshit buk bashk, a pishit kafe, ato muhabetet? Po, buk bashk, ka duke shumë ka njona. A kishe pas dëshirë me kthy prapa atë kohën që shka qenë atëherë? Po, mirë u konë. Çka... Kisha pas. Kishe pas dëshirë me Kisha pas. Kur ke qenë ma i re, qa ki boti gjatë ditës atëherë? Qa kum bot gjithë shka vëlla. Kum gatua, kum lo, kum fri, kena lo të isha ndërë. Ta na i kena bo ndërë, s'kena po shkur farmacina, shkur farmacina. Ta na me dëri kena bo, dalë shumë e shpërloj shumë ujtë fteft në këtë qëtë shëndurët, ndimer, bërë, akull, dalë shumë të bonori. Po, e tash këtu në fshat, çka bëni zakonisht? Si është një ditë e juja këtu në fshatin tuaj? Tyve këtu tash zhihtë, kurgjë. Po do dhe të nejtë? Be, ty nejtë gjithë ditën kurgjë, që me bo mo, ju më plokë. Veç përrim, herë përshitu, herë naltë, herë veçana. Apo mbledheni si atëherë, si përpara? Apo është si përpara kur po mbledheni bashk? Tyve, vjetash edhe s'po ka për të kosh. Jënë vetë mua tërna, je për puna, je për s'po kanë vakt me nejtë.
E atëherë kur mbledhshit bashkë, çfarë muhabete bëjshit, çka folshit, qysh? Gjithçka. Po. A mund të më tregu qysh keni mbaru jeleka, Po çoropa? qyshja qeropa, po valla jeleke. Gjithë ditën gjempere, ta nëj bashkë. Se unë shumë sri shumë korba di hova, vesh t'ju baru. Jo, jeni nga një fshat tjetër, po jeni martu këto, apo që sa vite jeni këto? Këtu jem që so batër, që so vjetë jem, 3 vjetë. që 63 vjetë. Që 63 vjetë. Si e mba mend ti këtë fshat, sa e don këtë fshat, çat pëlqen mas shumë ti këto? Ty bë mirë, gjithë të natë mirë aty në konë këtë. E kanë qua mirë në mje veti, gjithë burra, gra, krejt. Jo nene, jo në shku në mje veti, jo. Miru konë, fshati miru konë shumë. Çka mendon ai kishë jetu ti tash në qytet me ndru fshatin? Vëllohi jo. Jo, a? E ty be, jenë qytet. Kur jem konë e re, kum pas më rakë bëllë. A më tash jo? Po tash jo, vëllohi tash më dhonë dy janë së më rinë. Në sheher dikon banesë. S'ka më rakët. Çka ki qefti mas shumë ti me bu këtu fshat që të pëlqen, diçka që ki gjatë ditës që e bën? Apo nuk ka mbet diçka? Ty vesh di që me thëmë. Çka... Rregulla që s'më në mund lukën se kam bon. Po, Hajra, na tregon pak për këtë historinë. Allahi po ljopën kum pas marak. Me mojt ljop, i kum këshyr, e kum pas marak në të shumë. E te gërën e kum mojt me ljopën. E pse tash ndodhi që e ke lopën, çka të ka shtu? Dhe di, s'malan, hajtë se s'po ko. Lëgari me mojt e me punu të tëkën e me. Ma heqen ljopën. Tash a kështë pas qef prap me pas? Allahi po, ma tash dhja kësha mujt me i këqyr. Tash kësha mujt me i këqyr, dhe i ke punë dhe jem, ja, i e plehine, me i qitë me hungre, me i dhonë uje, me i këtë nërë ujtë se këna pas ngatë, pe këna pas largë, me i bojt ujë. E kur ke qenë e reja, i ki rujt lopta, cila u kona më shumë në që shu koni dite jotja kur e kone re? Kur jëm kone re, kum pas qep shumë, i kum këqyr, i kum s'kum pritu e hetë. Qysh, sa e vështiru kom për ty në atë kohë, mi këshu lopë në fshi, me gatu, se ne edhim që në atë kohë nuk kemi pasës shumë... Ka 6 euro konë, po mu s'u vishin zërat herë. Po. Jëm kone re, s'u vishin zërat një. E tash qysh po doken këto qikat e reja? A po doken që po pritojnë ajo? Po qysh ja, tash tira punë s'po kanë me gjithë ditën, që ty me ruba, ty fri, ty tjetër sen s'po kanë punë. Qa me nëndi, a këshi Qa mujt... ty pe i bojnë? A këshi mujt në ata qikat e reja me përbalu atër që keni përbalu jo? S'kishin mujtë kur. S'ma mërë menje. Jo, a? Ja ty be. Po qëfar? Si, a më nëshpë... Ja loj tash po janë mat liga. Mat liga? A na tregon qysh e njoftu ti bashkë me burin të në atë koha, e një kom seta, qysh ka qenë? Sa vjetë që je konë ti? Kur jena martua? Po, 20 vjetë. 20 vjetë. Po. Qysh e një njoftu, a ju ka njoftu me një tjetëri? Po qëfar, se na nëftua, besh ty në herë mëseti qeshën. Po. Ja dhoshe na se kena po njën e tjetëri na skurgjëm. Qëfar? Tash ju bon edhe shumë vite që jeni të martum. Tash po, Qysh e qani joni ditë bashkë? mirë bën. Ja mirë e kena qëgjë. Cili është ushqimi që ti e përgatit për të që të pëlqen mas shumë, që i pëlqen këti mas shumë të? Ja, mirë e kena qëgjë bën. Po, a mund është për fund me na tregu se një të mirë të ndonjë fshati, ose që ju kishe thonë të gjithë njerëzve që po shkojnë në qytet edhe pelojnë fshatin, a ki ndonjë mesazh mi ju thonë për mos me lom fshatin, me ndaj gjithmonë fshat? Ma mirë u konë mos me lom, po. Dikush filen s'po ngosht. Ti për veti tha që nuk i kishe lonë Unë për veti kur se kisha lom fshatin me shkua, me jetu në shihër në qytet. Në këtë fshat që amboni për shtypje ishin këto pamjet e bukra, ky gjelbrem dhe këto toka të punuara nga banorët e këtij fshati që po përcjellin traditat e tyre brez pas breze.
Smrekonica na kujton se si në çdo cep të vendit e kaluara ende flet me zë të lartë. E ju na prisni të dielën tjetër nga një pjesë tjetër e Kosovës me histori e tradita.